Le të ndalemi pak te sindikata kombëtare e operatorëve të call centerit. Sindikata ka për qëllim mbrojtjen e të drejtave të punojësve në sektorin e call centrave në Shqipëri, duke përfshirë përmirësimin e kushteve të punës, rritjen e pagave sociale, detyrat kryesore, të sigurojë respektimin e kontratave të punës dhe ligjeve për punëtorët, të organizojë trajnime dhe seminare për zhvillimin profesional të anëtarëve, të përfaqësojë punojësin në negociate me kompani dhe institucione shtetërore, të promovojë një ambient pune të drejtë të shëndetshëm, përfitimet për anëtarët, mbështetje ligjore dhe këshillim për çështje punësimi, mundësi për pjesëmarrje në trajnime dhe evente profesionale, përfaqësim në negociata dhe kushtet e punës. Për sa i përket misionit dhe vizionit të SKOQ, misioni të mbrojtë të drejtat dhe interesat e punojësve të call centrave në Shqipëri, duke përmirësuar kushtet e punës, duke siguruar paga dhe drejta dhe duke ofruar përfaqësim ligjor. Vizioni i SKOQ. Një sektor i call centrave me kushte pune të drejta, ambient profesional dhe mbështetje për zhvillimin e punojësve, ku çdo operator ndihet i respektuar dhe i përfaqësuar dhe i mbrojtur. Detyrat dhe përgjegjësitë. Detyrat dhe përgjegjësitë e një anëtari SKOQ është mbrojtja e të drejtave të punojësve, siguron respektimin e kontratave të punës, ligjeve dhe rregulloreve për punojësit e call centerave, përfaqësim ligjor dhe profesional. Përmirësim përfaqëson anëtarët në negociate me kompanitë dhe institucionet shtetërore, ofron këshillim dhe mbështetje ligjore për çështje të punës. Përmirësimi i kushteve të punës, ndërmerr iniciativa për rritjen e pagave dhe përmirësimin e ambientit profesional, promovon sigurinë dhe shëndetin në vendin e punës, zhvillim profesional, organizimi i trajnimeve dhe seminareve në aktivitetet që rrisin aftësinë e punojësve, mbështetje dhe solidaritet, krijon një komunitet mbështetje dhe solidariteti, krijon një komunitet mbështetës mes punojësve, ndihmon në zgjidhjen e konflikteve brenda vendit të punës dhe nëpërmjet punojësve dhe punëdhënësve. Parimet kryesore: solidariteti, mbrojtja e të drejtave, transparenca, përmirësimi i kushteve të punës, zhvillimi profesional, përfaqësimi i denj. Kalojmë pak tek zëri Unioni